Klubi i filmit mësojmë nga e kaluara, një nisëm e arkivit qendror të filmit dhe autoritetit të dosjeve u ndal në Lezhë. Përmes fakteve dhe dëshmive u prezantua mënyra si kinemaja e periudhës komuniste ju nënshtrua censurës së regjimit dhe ndikoi në formësimin e kulturës shoqërore. Pjesë e kësaj goditje ishte dhe familja Syku në Lezhë. Studiues dhe përfaqësues të autoritetit të dosjeve theksuan se filmi Toka Jon, i realizuar në vitet 60, u ndërtua mbi një narrativ të shtrembëruar, me qëllim që familja Syku të paraqitej si përfaqësuese e armiqve të klasës, për t'i bërë ata objekt urrejtje dhe izolimi shoqëror. Përfaqësuesja e autoritetit të dosjeve, Rovena Rozhani, thotë se është shumë e rëndësishme për të mësuar të vërtetën e dëfërmuar nga regjimi i asaj kohe. Sot vim pikërisht në Lezhë për të sjell në fokus një nga filmat, por edhe historinë e një familje të përsekutuar të cilës i referohet edhe filmi. Flasim për filmin Toka Jon dhe për familjen Syku, përsekutimi që ka patur dhe lidhja që kemi midis figurës së Tut Shmakut edhe Gjonik Sykut. Është shumë e rëndësishme për të mësuar të vërtetën, për të krijuar panoramën e plotë të historisë së atyre kohëve, e cila është deformuar, është shtrembëruar në sajtë të propagandës së regjimit të diktaturës, me qëllimet për ta bërë historinë sipas propagandës dhe sipas politikës së tyre. Është shumë e rëndësishme të mësojmë të drejtat e njeriut të cilat janë shkelur në atë kohë dhe duke mësuar kështu ne mund të shmangim të gjitha gabimet e të shkuaras dhe të mos i përsërisim. Pasojat e politikave në kulakëve lanë shumë të thellë në strukturën shoqërore dhe psikologjike kolektive të fshatit shqiptar. Shkatërrimi i pronës private dhe eliminimin i shtresës tradicionale të fshatarëve të aftë dhe sipërmarrës, ndopse zhvillimin e bujqësisë dhe pengoi krijimin e një ekonomie rurale të çndrueshme. Në anë tjetër, stigmatizimi shumë vjeçar shkaktoi trauma të mëdha sociale, armiqësi ndërfamiljare, mbyllje komunitare dhe në kulturë të frikës së shoqërisë deri në rënien e regjimit komunist pranë natë njëshit. Në përfundim, figura Kolabu në Shqipërinë komuniste nuk përfaqëson shtresë reale ekonomike, sepse nuk ishte pill, por një kategori të prodhuar politikisht, e cila u përdor si mekanizëm kontrolli social dhe si mjet e eliminimit të pluralizmit ekonomik dhe shoqëror në fshat. Studimi i saj mbetet thelbësor për të kuptuar natyrën e vërtetë të totalitarizmit shqiptar, dinamikat e luftës së klasave dhe mënyrën se si politika bazuar në ideologji marksiste-leniniste ndërhyrën në mënyrë të dhunshme në strukturën tradicionale të shoqërisë shqiptare, duke shpërfituar thellësisht jetën e saj kolektive.